çështjen ushtarake dhe të mbështetjes së saj për sa i përket. Pra ja kanë lënë më shumë, do thosha, strukturave ndërkombëtare, duke besuar që në një rast të mundshëm do të jenë ata të cilët do na mbrojnë. Është e vërtetë dhe unë vi në unison me të dy bashkëfolësit që dhanë mendimin që qëndrimi i presidentit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës ndaj NATO-s deri pak ditë përpara summitit ka qenë disi evaziv dhe do thosha shumë kritik ndaj vendeve të tjera, duke reaguar jo shumë me diplomaci, por duke i hequr dorezat dhe duke reaguar në mënyrë relativisht të ashpër ndaj kolegëve dhe partnerëve, kurse në këtë summit mendoj se u konsolidu përfundimisht që qëndrimi i Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe i presidentin Trump është pro dhe në mbështetje të plot të NATO-s dhe të ecurisë së saj për sa i përket misionit për të cilin ajo është ngritur. Shpesh qëllimi justifikon edhe mjetin që përdor. Kurse ajo që ka hyrë për sa i përket Izrael, Iran në përgjithësi, është e vërtetë asnjë, do thosha, analist apo pjesa ekspertëve ushtarak nuk mund ta parashikonin që jo se sa u vendos paqja. Unë nuk e do. Paqja duhet marrë relative si element, por e rëndësishme është që u vendos pushimi i zjarrit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për sa i përket aspektit njerëzore human, që të mos merreshin më jetë të pafajshme reciprokisht si në Izrael ashtu dhe në Iran. Pastaj rruga për të vajtur tek paqja është shumë e gjatë dhe mjaft delikate dhe sfida. Natyrisht që ato do të përballen, do të ulin në tavolinë e bisedime, me mora vesh në lajmin e fundit që kur po vija rrugës në unison Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar Iranit të dorëzojë uraniumin e pasuruar. 400 kg. Është relativisht një presion i madh dhe pikë e vështirë e cila do të shikohet ecuria e saj se si do të jetë kur të ulin në tavolinë e bisedime.